Unë dua të them që fitove Bastin publikisht, që ti the mbi 74 mandate, unë të thoja që nuk dua asnjëri të marrë mbi 70 mandate. Gjithashtu me sa kuptoj edhe alibia që të kam ngritur bashkë me Erion Velin, mendoj që Erion Velia në këto momente që flasim është jashtë Partisë Socialiste dhe grupi Erion Velia është jashtë Partisë Socialiste dhe me sa shikoj 83 mandate janë qartazi të zotit Edi Rama dhe zoti Rama ka punuar për të mbajtur Partinë Socialiste si një pronë private, parcializimin të sajt dhe normalisht rezultati ishte sepse ndikimi nga pushteti por edhe nga paraja, që është fakt konkret nga shifrat dhe statistikave të SPAK-ut, është sigur që bën që Partia Socialiste të merrte një mandat të tillë, të katërt, në një kohë kur të gjithë pothuajse shkojnë dhe bekohen apo marrin bekimin e SPAK-ut, PS me 83 mandate plus 9 mandate nga 2021, që nënkupton skandalin më të madh në një vend ku demokracia kërkon pluralizëm politik dhe pjesëtar sa më shumë partive të tjera politike, dhe ajo që unë po shikoj qartazi në këtë rezultat është që Partia Socialiste e Shqipërisë është një subjekt i cili do vuaj pasoja shumë të rënda, po në një kohë të gjatë për shkak të situatës që populli jon nuk kupton, një pjesë të popullit ton nuk kupton rezultatin ose më mirë nuk kupton situatën të cilën ndodhemi në këto momente. Megjithatë mbi Partinë e Shqipërisë çfarë humb dhe fiton vendi me një mandat të katërt të Partisë Socialiste? Mandati 4 çfarë fitoi Shqipëria dhe Partia Socialiste? Shqipëria, jo partia. Shqipëria nuk ka fituar asgjë, të jem realist me ju, sepse Bashkimi Evropian nuk kupton edhe të drejta edhe detyrime, pra barazohen një e drejtë me një detyrim dhe kam frikën që ne kur do të kemi detyrat tona dhe detyrimet tona si një antar kandidat për të marrë pasaportën europiane, patjetër duhet të plotësojmë disa kushte dhe detyrat që kemi dhe detyrimet do të jenë me pasoja shumë të rënda financiare, të cilët jam i bindur që nuk kemi mundësi të përballojmë dhe normalisht Shqipëria nuk do të fitojë asgjë më shumë përveç asaj që ka fituar Partia Socialiste. Partia Shtet Pushtet u vërtetua, policia e shtetit punoi për interes të Partisë së Pushtetit dhe SPAK-u punoi për interes të Partisë në Pushtet dhe jo të shtetit që është diçka tjetër, jo partia. Pra do të thotë Shqipëria nuk fitoi asgjë. Avokat, zoti Berisha po përgatit fjalimin e fundit. Nga ai që ka folur deri tani, vetëm nëse do ta njohë rezultatin e zgjedhjeve, ka deklaruar që vetëm ai që është sipër mund të ndalojë PD-n pa bërë gjithçka për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Ky popull do të votojë i lirë. Forcën e të nuk do të jetë ndalojë shqiptarët votojnë të lirë, ka hedhur dhe akuza për sa i përket 100 euro për një vot, janë ngritur struktura ilegale pranë qendrave të votimit. Do presim rezultatin më pas do bëjmë vlerësimin, por ka një heshtje edhe nga një pjesë e eksponentëve të lartë të Partisë Demokratike, është shprehur që ky nuk ishte rezultati që prisim. Pra, po edhe unë të them që nuk jam pjesë e Partisë Demokratike dhe asnjë subjekti tjetër politik, dhe unë po ju them që unë nuk prisja mbi 70% mandatet për zotin Rama dhe as për Partinë Demokratike. Pra më publike që të kem bërë un apel dhe të them që unë nuk pres, mendimi im është ky, që unë nuk pres mbi 70 mandate, sepse e kisha si një informacion nga njerëz që kanë folur që nuk durohet ky me 12 vite. Por ky ka marrë edhe 74 plus edhe 9, ka shku 83. Pra, o njerëzit na mashtrojnë të bisedojmë, po mirë, edhe po ta marrë 140 nuk e kam problem unë fare, sepse unë e di shumë mirë se si është Shqipëria, nuk është se jetoj në një botë tjetër. Unë e di shumë mirë ku është Shqipëria, po unë nuk mund të bëjmë njësoj si ata të cilët, një sekond të sjerë diçka,
unë nuk mund të bëjmë si ata të cilët thojnë këtu nuk bëhet ky vend edhe ky vend do korrupsion dhe kështu, po nuk është kështu. Unë luftoj që mos të ketë korrupsion, unë luftoj që ky vend të bëhet, por ama nuk mund të bëhet me logjikën që më i mirë është ky sepse i ka futur të gjithë në burg dhe ai i cili është plak nuk ja vlen. Kupton? Kjo është diskriminim, nuk